mandateve rrazit Partisë Socialiste, qëndrimi ynë politik duhet ishte më i fortë, më i qartë, më organizuar, por ne humbëm dhe më thellë. Pse? Pse ndodhi kjo? Nuk mjafton të thuash Rama na ble votat. Nuk mjafton të thuash na i manipuluan votat, sepse kemi humbur mbi 250.000 vota krahasuar me vitin 2021. Dhe këtë nuk na bëri Edi Rama. Këtë e bëm ne vetë me dorën tonë. Le të na mësojmë për një moment që Rama ka bler 10 deputet, 12 deputet. Edhe po të kishim ato deputet në kuvend, ne nuk do të shpallshim përsëri fitues. Sepse problemi nuk është vetëm numri, është besimi i qytetarëve. Dhe ky besim është dëmtuar shumë rënd. Cili është faji ynë? Faji ynë është që kemi folur më shumë për njëri tjetrin dhe më pak për qytetarët. Faji ynë është që kemi ndarë Partinë Demokratike në grupe, në individ, në emra, por jo në vlera. Faji ynë është që nuk ndërtuam një alternativë qeverise që të binte dhe me skeptikët. Faji ynë është që ne jemi marrë më shumë me njëri tjetrin se sa me hallet e njerëzve. Në vend që të jepim zgjidhje, dham akuza njëri tjetrit. Në vend që të afrojmë të rinjtë dhe profesionistët, larguam zëra ndryshe brenda Partisë Demokratike dhe opozitës. Në vend që të përfaqësojmë qytetarin zakonshëm, filluam të përfaqësojmë interesat e vogla miskine personale dhe atyre të oligarkëve të lidhur me njëri tjetrin. Kjo është arsyeja pse shumë qytetar demokrat nuk dolën fare në votimet e 11 majit të vitit 2025. Jo se kaluan me Ramën, por sepse humbën besimin tek ne. Doja të jepja disa shpjegime të tjera, të cilët janë shumë të rëndësishme dhe këto janë shumë me shifra. Sa vota mori Partia Demokratike dhe opozita në qarkun e Tiranës? 151.157 vota. Sa morin kandidatët e listës hapur? 136.624 vota. Sa vota mori sigla e Partisë Demokratike? Ato të listës mbyllur, ato figurat e famshme Partisë Demokratike, ato të cilët janë arka e Partisë Demokratike, ato të cilët do të jenë përjetshëm në Partinë Demokratike, ato të cilët do të jenë përjetshëm deputet të Partisë Demokratike, morën 14.511 vota. As për një deputet e një qerek nuk mori lista mbyllur e 12 kandidatëve të Partisë Demokratike dhe të opozitës në qarkun e Tiranës. Pra këtu është thebi e kësaj gjëje. Atë që Partia Socialiste bëri, që vuri 33 brenda listës mbyllur dhe të zori kuajt politik që të dërmoshim me njëri tjetrin, të vritishim me njëri tjetrin, po dëshë ta quajmë dhe kështu dhe të grumbullonin sa më shumë vota. Çfarë bëri Partia Demokratike? Partia Demokratike bëri atë që siguroi galloshët e vjetra të jenë brenda të sigurt për të qenë rrogtar në 4 vitet e ardhshme dhe të zori në listat e hapur vetëm anonim dhe njerëz të cilët nuk sillin vota. Kthehemi në qarkun e Elbasanit. Si nuk ishte aty Taulant Balla, drejtuesi i qarkut të Elbasanit, ishte më pak i rrezikshëm Taulant Balla se sa Arbri Mazniku në vitin 2025, ishte më pak të rrezikshëm institucionet, bashkitë apo ato që i quajnë grupet kriminale në Elbasan në vitin 2021. Më keq ishte. Po pse ka më pak vota Partia Demokratike dhe opozita në vitin 2025? 39.000 vota mori nga 60.000 vota që kishte në vitin 2021. Pra 20.000 vota më pak Partia Demokratike dhe opozita në vitin 2025. Ka vetëm një emër, sepse prunë Elbasan import totalisht nga Tirana. Totalisht. Injoruat Peqinin, Sarrikun, Belçin, Gramshin, Librazhin dhe Presit dhe as një përfaqësues. Dhe këtë bët. Dhe bët këtë që është turpshme. Në një kohë që kishte në listën aty të mbyllur apo në listën e hapur njerëz të cilët nuk përfaqësojnë dot as vote, nuk marrin vote familjes tyre. Si mundet që të ndodhi që në komunën ku jam lindur dhe rritur unë, Partia Demokratike fitojnë mbi 250 vota në vitin 2021 dhe në vitin 2025 minus 1.200 vota. Si mund të ndodhi që të rrethellohet rezultati në Bashkinë e Peqinit 5.300 vota minus? Si mund të ndodhi që gjithë bashkitë e qarkut të Elbasanit ne të kemi minus 20.000 vota krahasuar me vitin 2021? Pra të gjitha këto kanë të bëjnë që partia pa diskutim ka vlerën e vet. Sigla e Partisë Demokratike ka pa diskutim vlerën e vet. Por mos harroni që pa individët, një subjekt politik pa emrat të cilët nominohen në lista që të shikojnë qytetarët, thjesht ajo parti ngjelet vetëm me logon
dhe me rrogtar të cilët do marrin votat, do marrin rrogat në këto 4 vitet të ardhshme në parlament. Sigurisht, unë ja kam bërë të qartë doktor Berishës edhe në mbledhje grup parlamentar. Dhe do i bëja thirrje këtu nga foltorja e Kuvendit të Shqipërisë, dhe jo Kuvendit Popullor të rëndom që e thot në herë. Nëse të dhimbësit, ende kjo krijesë që ndërtove vetë, i jepi drejtim, tërhiqu dhe lërë garën e lirëve të barabartë, ki besim të demokratët, jo si që bërë në vitin 2013, kur ja dhe aty Benjaminit tënd dhe shkatërrove karrierën politike së Kololdashit. Edhe aty që bërën që shortë vitin 2021, të cilët i vodhët votat kandidatëve të tjerë për kryetar Partisë Demokratike dhe u prishet me 9 qershor, 9 shtator të vitit 2021. Ki besim, doktor, se demokratët janë të mençur, demokratët janë të zgjuar dhe demokratët do dinë të zgjedhin njeriu që do t'i çojë drejt pushtetit demokratët në vitin 2029. Ti ke dhënë gjithçka sa partije, por këtë herë është e vërtet momenti që të shijosh me familjen, nipër e mbesa këtë energji që të ka dhënë Zoti dhe hapi rrugë shpëtimit Partisë Demokratike.